Nga ka bërë përshtypje sistemi shkollor që në fillim ku kishin fëmijët, ne aty ishim mësuar që fëmijët të kishin kontroll shumë të rreptë edhe nga prindët edhe nga shkolla. Tu ishte pak më ndryshe dhe që aty kanë filluar bisedat. Pra sistemi i shkollës ishte ndryshme nga jonë në Shqipërinë në Kosovë, besoj, dhe ne kishim dyshime, por më vonë kuptuam që është më mirë këtu. Pastaj mënyra e jetës, respekti në një tjetrit, korrektësia, të vlerësuar e gjërave, sistemi shëndetësor, arsimi, siç e tham, drejtësia, funksionimi i shërbimeve, që është si nata me ditën me vendet tona, na kanë bërë përshtypje për të mirë, dhe njëri mëson për këtyre gjërave. Natyrisht po. Nuk është se ne se kemi ditur që duhet të jenë, po për shkak se ti s'ndesh vendin tënd dhe ndesh vend tjetër, fillimisht mund duket diçka e re, që nuk është e re në njohjen tonë, por diçka e re që ti fillon të aplikon edhe ndihesh mirë me to. Dhe ne jemi ndjerë mirë dhe vazhdojmë ndjehemi mirë. Ka qenë e njëjta gjallë me fëmijët? Si e pranuan ata këtë ndryshim? Po, fëmijët e pranuan për mirë sepse ato për shkak të moshës nuk është se ishin ndeshur shumë me këto lloj gjërash në Shqipëri, por kishin dëgjuar, shikonin edhe lajmet edhe kështu dhe e kanë vlerësuar pozitivisht që në fillim edhe vazhdojnë ta vlerësojnë që janë në një vend ku vlerësohet njeriu, puna, korrektësia, suksesi, djesa e derdhur, edhe ndihen mirë.